Doktor, duke qenë se jemi në fund të minutazhit që kishim për ditën e sotme, nuk mund të lë pa u pyetur ku është zoti Ali Mehmeti të ardhmen e tip politike në terma afatshkurtër. A do të jeni ju kandidati për kryetar të Bashkisë Tiranës në zgjedhjet e ardhshme lokale, apo do ju shojmë me një mandat deputeti? Kjo varet, ju e dini, mandati deputetit, unë jam i pari në listë pritje, po themi, po i quajmë kështu, se tash po more 18.000 vota në Tiranë. Preferenca juaj jenë listë pritje. Do ishte e çuditshme shke. Pastaj do donim të dini preferencën tuaj. Po dim ke kjo pjesë. Jo, kjo është thjesht zbatim ligji. Pra nëse kjo ndodh, kjo është çështje zbatimi ligji. Nuk është diçka që e vendos unë apo dikush tjetër. Nëse do kishte të dyja mundësitë paralelisht, këtë do zgjidhni ju si? Po paralelisht nuk ka si do ishte një koincidencë të e madhe, nuk besoj. Edhe nuk i dihet se këto i krijojnë skema të tilla që ta bëjnë qëllimisht, këto mjeshtrat prandaj janë mjeshtër. Gjoni, ju e dini që kur kam hyrë në politikë aktive dhe kandidimi i parë ka qenë për Bashkinë e Tiranës. Pra hyra primare me një vizion, me një grup pune dhe me një vizion 4 vjeçar për Tiranën, primarët e 22-shit, pastaj fitoi zoti Kolliçi dhe mbështetën patjetër eksponentët zgjedhur nga Partia Demokratike për zgjedhjet e 23-shit. Mbetet po i njëjti vizion, tashti edhe më informuar, sepse duke qenë brenda bashkisë tashmë prej shumë vitesh e kuptoj shumë qartë se ku janë dhe çfarë bëhet dhe gjithë hilet që ata kanë përdorur në këto vite, si dhe problematikat, sepse për shkak detyrës, duke qenë i zgjedhur këshilltar, më duhet të xhiroj detyrat. Dhe unë mendoj që Tiranës i duhet të rikthyer administratori. Tirana u bë 10 vite i vetmi qytet në gjithë Shqipërinë që nuk ka një administrator. Tirana ka një konsiderohet si një shkallë për të shtypur, për të shkelur me këmbë, që ky dikushi bëhet kryetar partia apo kryeministër. E nisi Edi Rama, e vazhdoi zoti Basha, e vazhdoi Erion Veliaj, dakor? Dhe për gjithë këto vite neve kemi parë këtë sjellje arrogante ndaj qytetarëve të Tiranës dhe Tiranës vetë dhe territorit, vetëm për ambicet personale të një personi që konsideron ato si lloj trampoline për një të ardhme politike. Pra një Tiranë për Tiranë. Jo detyrimisht Tiranë, sepse një administrator na duhet. Ne na duhet një administrator, se themi drejt, edhe komuniteti më i madh është absolutisht i Tiranësve në Tiranë, diskutohet, por ka komunitete shumë të rëndësishme, komuniteti i dytë është i Dibrës, komuniteti i tretë është i Korçës, tash ti themi realitetet. Tirana është tashmë është e përbër. Dhe po të shihni edhe në folurën tim, dialektin tim është shumë i zbutur. Krahasim me çdo kishte qenë i babait tim, i gjyshit tim me radhë, sepse neve në shkollë kemi qenë me gjithë njerëz të ndryshëm apo jo. Kemi bërë krushqi, kjo është e vërteta. Tirana tashmë është qytet i përbër nga shumë komunitete, por ka nevojë për një administrator. Sepse në fund fare ditës çfarë është bashkia? Shërbime ndaj publikut.